Përshëndetje, në këtë video do të gjeni 15 truket më të mira për ta bërë kopshtarinë më të lehtë, më produktive dhe më argëtuese. Këto këshilla janë ideale si për fillestarët, ashtu dhe për ata me më shumë përvojë. Nuk ka rëndësi nëse keni një obor të madh, një balkon të vogël apo thjesht disa vaza në dritare. Çdo kush ka hapësirën e gjelbër plot jetë dhe është mirë që t'i di këto truke. Le të fillojmë pa humbur kohë. 1. Uji orizit për rrënjë të forta. Si ta përdorni? Mbani ujin që përdorni për të shpëlarë orizin, lëreni të ftohet dhe ujisni bimët me të një herë në javë. Pse funksionon kjo metodë? Ky ujë është i pasur me vitamina dhe minerale që ndihmojnë rritjen e rrënjëve dhe përmirësojnë thithjen e lëndëve ushqyese nga toka. 2. Lëvozhga e vezës për kalcium. Si ta përdorni? Thani dhe shtypini lëvozhgat e vezëve, ose mund ta grini imët në formë mielli me blinder ose robot. Më pas hidheni rreth bazës së bimëve dhe përzijeni me dheun. Pse funksionon? Lëvozhgat janë të pasura me kalcium, i cili forcon qelizat e bimëve dhe ndihmon në parandalimin e sëmundjeve si prishja e fundit të domates. 3. Peroksid hidrogjeni ose uji oksigjenuar për bimët që po vdesin. Si ta përdorni? Përzijeni 1 pjesë peroksid hidrogjeni 3% me 10 pjesë ujë dhe ujitni bimët një herë në muaj. Pse funksionon? Peroksidi i hidrogjenit shton oksigjenin në tokë dhe ndihmon rrënjët të rigjenerohen. Gjithashtu lufton mykun dhe bakteret e dëmshme. 4. Lëkurat e bananës si pleh natyral. Si ta përdorni? Prisni lëkurat e bananës dhe futini brenda rrënjës së bimëve. Pse funksionon? Lëkurat e bananës janë të pasura me kalium, fosfor dhe kalcium, të cilat ndihmojnë bimët të lulëzojnë dhe të prodhojnë më shumë fruta. 5. Kafe të përdorura për bimët që duan tokë acide. Si ta përdorni? Përzijeni kafen e përdorur me dhe vendoseni rreth rrënjëve të bimëve. Pse funksionon? Kafeja e përdorur ndihmon në përmirësimin e strukturës së tokës dhe ofron azot, një lëndë ushqyese thelbësore për rritjen e bimëve. 6. Kripa e psomit për gjethe më të gjelbërta. Si ta përdorni? Përzijeni një lugë gjelle krip e psom në 1 litër ujë dhe ujisni bimët një herë në muaj. Pse funksionon? Magnezi i kripës së psomit përmirëson fotosintezën dhe ndihmon bimët të marrin më mirë lëndët ushqyese. 7. Kanedha kundër kërpudhave. Si ta përdorni? Spërkatni pak kanedhë mbi tokën dhe rreth fidanave të ri. Pse funksionon? Kanedha ka veti natyrore antifungale që ndihmojnë në parandalimin e sëmundjeve të shkaktuara nga kërpudhat. 8. Qumshti kundër mykut të bardhë. Si ta përdorni? Përzijeni 1 pjesë qumësh me 2 pjesë ujë dhe spërkateni mbi gjethet e bimëve të prekura. Pse funksionon? Qumshti ka veti antifungale dhe ndihmon në luftimin e mykut të bardhë, një problem i zakonshëm për shumë bimë. 9. Aspirina për imunitetin e bimëve. Si ta përdorni? 1 kokër aspirin, futeni me 4 litra ujë. Ujisni bimët çdo 3 javë. Pse funksionon? Acidi salicylik forcon mbrojtjen natyrore të bimëve kundër sëmundjeve dhe dëmtuesve. 10. Uthulla për heqjen e barave të këqija. Si ta përdorni? Spërkatni pak uthull të bardhë direkt mbi barat e këqija duke shmangur bimët e dëshiruara. Pse funksionon? Uthulla është shumë acide dhe rrit lagështinë në barat e këqija, duke i tharë ato. 11. Mjalti për rrënjë më të forta. Si ta përdorni? Lyeni fundin e degëve të prera me mjalt përpara se t'i mbillni. Pse funksionon? Mjalti ka veti antibakteriale dhe ndihmon në stimulimin e rritjes së rrënjëve të reja. Birra kundër kërmive. Si ta përdorni? Mbushni një enë të cekët me birrë dhe vendoseni pranë bimëve të sulmuara nga kërmit. Pse funksionon?
Kërmit tërhiqen nga aroma e birrës dhe bien brenda enës, duke mos dalë më. Në këtë mënyrë ju shpëtoni një herë e mirë nga kërmit. 10. Sheqeri për kontrollin e dëmtuesve. Si ta përdorni? Përzijeni 2 lugë gjella sheqer në 1 litër ujë dhe spërkatni bimët me afide. Afide janë insekte të vogla që ushqehen me lëngjet e bimëve. Ato mund t'i dëmtojnë bimët duke thithur lëngjet e tyre, duke shkaktuar deformime në gjethe, rritje të ngadalë dhe ndonjëherë infeksione nga viruset që bartin. Pse funksionon? Sheqeri tërheq buburrecat siç janë 7 pikaloshe, të cilat ushqehen me afide, duke ndihmuar në eliminimin e tyre. 14. Çaj kamomilit për fidanët e vegjël. Si ta përdorni? Përgatitni çaj kamomili, lërni të ftohtë dhe përdorni për të ujitur fidanët e vegjël. Pse funksionon? Kamomili ka veti antibakteriale dhe ndihmon në parandalimin e kalbëzimit të rrënjëve në bimët e reja. 15. Soda e bukës për domate më të ëmbla. Si ta përdorni? Spërkatni pak sodë buke në tokë rreth domateve. Pse funksionon kjo metodë? Soda e bukës ul aciditetin e tokës duke ndihmuar në prodhimin e domateve më të ëmbla. Kopshtaria është një aktivitet i dashur për shumë njerëz. Ajo sjell qetësi, paqe, lidhje me natyrën, frutë të mrekullueshme dhe është antistres. Nuk ka rëndësi nëse ke një kopësht të madh, një balkon modest apo disa vaza mbi dritare. Kopshtaria mund të transformojë hapësirën dhe jetën tënde. Me disa teknika të thjeshta dhe efikase, mund të rrisësh produktivitetin dhe ta bësh kopshtarinë më të këndshme. 15 truke të cilat i përmendëm në videon ton janë tepër të lehta dhe nuk kanë shumë kosto. Do të dëshironim të linit komentin tuaj cili ju duk më interesant dhe do të ishim kurioz të dini çfarë trukesh përdorni në kopshtarinë tuaj. Duke ju falenderuar për kohën tuaj, ju lutem të bëni like dhe share kësaj video. Do të shihemi në video të tjera.